Projekt buxheti i vitit 2026 dhe paketa fiskale nuk adresojnë probleme strukturore të ekonomisë shqiptare, por i thellojnë edhe më tepër. Kështu deklaroi gjatë fjalës së tij në Kuvendin e Shqipërisë, deputeti i Partisë Demokratike të Vlorës Bujar Leskaj. Sipas tij, ato paraqesin një filozofi vazhdimësie mbështetjeje e PPP-ve, rritje të shpenzimeve të administratës publike, orientim drejt konsumit dhe mungesës së investimeve produktive. Leskaj thekson se edhe elementet kryesore që sipas tij janë problematike të projekt buxhetit dhe paketës fiskale. Mungesa e minimumit jetik si instrument bazë për politika sociale, forcimi një modeli ekonomik pa vlerë të shtuar, prevalenca e PPP-ve dhe mungesa e transparencës në detyrimet afatgjata, rritja e pabarazisë dhe përkeqësimit treguzve social, nën financimi kronik i bujqësisë, arsimit dhe shëndetësisë, dobësimi i klimës së biznesit dhe rritja e korrupsionit, paket fiskale regresive që shpërblen evazionin, masa me natyrë elektorale pa ndikim pozitiv në zhvillim. Struktura aktuale e ekonomisë sonë, në dy shtyllat kryesore, industria prodhuese dhe bujqësia, që janë sektorët kyç për një rritje të qëndrueshme, në fakt janë në rënje të vazhdueshme. Dhe kjo duhet të na bëjë të flasim të gjithë, të mendojmë i thellë. Ky është buxheti i 13 i sektit Rama në qeverisje, i cili ekspozon një boshllëk themelor, mungesën e minimumit zyrtar jetik. Shqipëria vijon të jetë i vetmi vend në rajon që nuk ka një normë të certifikuar ligjërisht për një minimumin jetik. Në BE, por edhe në Kosovë, Maqedoni e Veriut, Mali Zi, Kroaci, ky tregus jo vetëm që ekziston, por edhe përditësohet çdo vit. Leskaj u ndal konkretisht edhe tek paketa fiskale. Deputeti demokrat tha se amnistia fiskale ka pabarazi dhe mungesë transparence. Projekt ligji për fshirjen, shuarjen dhe pagesën e detyrimeve tatimore dhe doganore është amnistia e mirëfillt fiskale. Dhe kjo amnisti fiskale, së bashku dhe me paqen fiskale, në fakt krijojnë pabarazi të thellë, duke shpërblyer subjekte me borxhe të pambletshme, duke mos publikuar listat e përfituesve. Ka një të 500 apo të 1000 përfituesve kryesor, ka një mungesë transparence të llatarshme, duke ndaluar proceset gjyqësore në vijim, duke dhe njëherëzi vendos stimuj negativ për paguesit konkret. Nga ana tjetër, rivlerësimi i pasurive të paluajtshme, norma 5% është shumë e lartë se rivlerësimet e mparshme, që kanë qenë 1 dhe 3%. Favorizon individët me të ardhurat të larta dhe me disa prona. Në mënyrën si është organizuar dhe me këtë agjenci të kadastrës që ne kemi dhe ekspertët që do angazhohen, hap mundësi për pastrim parash përmes vlerësimeve të fryra fiktive. Po kështu edhe taksa në tërësi, paketa nuk sjell ulje të TVSH-s për produktet bazë, indeksim të pagave të tatimit mbi të ardhurave, lehtësim për bujqësinë, prodhimin, turizmin apo artizanatin. Përkundrazi shtohet bara fiskale dhe vijon politika e përjashtimeve jo transparente dhe shpesh klienteliste. Deputeti i Partisë Demokratike të Vlorës Bujar Leskaj theksoi se projekt buxheti i vitit 2026 dhe paketa fiskale janë një regres dhe rrisin pabarazinë sociale. Projekt buxheti dhe paketa fiskale 2026 përfshin masa me ndikim të ndjeshëm regresiv, rrisin pabarazinë sociale, rëndojnë familjet me të ardhurat të ulta, frenojnë prodhimin, dekurajojnë investimet, dobësojnë potencialin zhvillimor afatgjatë të vendit dhe si mangësi kryesore strategjike të këtij projekt buxheti, paketës dhe të gjithë modelet që ju implementoni, është një model ekonomik i bazuar në konsum, jo në prodhim. Mungesë vizioni zhvillimor për sektorët strategjik, nën financim sistemik i bujqësisë, arsimit dhe shëndetësisë, mungesë transparence në PPP-t, politika sociale të pamjaftueshme dhe jo të targetuara. Dhe pasoja afatgjatë e kësaj është zvoglimi i dhimbshëm i popullsisë aktive, rritja e informalitetit, përshkallëzimi i varfërisë, dobësimi i financave publike përmes detyrimeve të padeklaruara e të tjera.